Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që na ndjekni nëpërmjet Radios Kosova e Lirë, gjithashtu edhe ju që na ndjekni nëpërmjet internetit. Po takohemi me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë në 94.2 FM. Me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum dhe mirë se keni ardhur profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Javën që shkoi profesori foli rreth respektit të gruas në Islam dhe na paralajmëroi që për këtë emision do të na jep disa këshilla dhe do të na flas rreth cilësisë së gruas së mirë. Do ta dëgjojmë ne fillimisht profesorin me këtë temë, pastaj do t'ju mirpresim në 038 249 Ju si gjithmonë mund t'i drejtoni direkt pyetjet dhe 044 156614 mund të na drejtoni pyetjet në formë të SMS-it. E dëgjojmë bashkë profesorin, pastaj ju mirpresim juve. Profesor. Po, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah për të madhit Allah, i cili ka krijuar njeriu në formën më të mirë, ka krijuar Ademin alayhis salam, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Dhe prej ti pastaj krijoi çiftin e tij, gruan e tij Havën, e prej tyre bëri Zoti shumë mashkull dhe femra, dhe mbush dynjaja me njerëz. E falenderojmë Allahun e madhruar, i cili na ka zbritur Kur'anin dhe na ka sqaruar halalin dhe haramin, të mira dhe të këqijat. Atë e falenderojmë, atë e përkujtojmë, e madhërojmë, ati në nështrohemi dhe i për ulem. Pastaj qojmë shumë selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, i cili në ka të regue fort mirë, se cilët janë burrat mirë dhe cilat janë gratë mira. E nuk janë burrat mirë dhe gratë mirë ata që janë të bukur dhe të jeshëm si që mendon dikosh, por burri mirë dhe gruaja e mirë është ai njeri i cili është i mveshur me cilësi, me tipare të mira. Po vëllezër dhe motra musliman, krejt njerëzit në dynja që ka, vrapojnë, ecin, përpiqen dhe mundohen që t'jetojnë sa më të lumton. Krejt njerëzit këtë dynja e kërkojnë lumturin, e synojnë lumturin. Pavarësisht a janë burra, gra, a janë musliman, a jo musliman, çfarë bindje fetare kanë të tjerë. Në këtë pikë krejt njerëzit janë unik, janë të bashkuar, e kërkojnë një lumturi. Për atë edhe i gjojna njerëzit se bojnë që mas lodhen e mundohen, bile edhe sakrifikojnë, rrezikojnë, vetëm që t'jetojnë një jetë sa më të qetë dhe sa më të lumtur. E për lumturinë e njeriut ka faktor, shumë faktor do të mi pas për të qenë njeriu i lumtur. Por një ndër këta faktor, bile te për më rëndësi për burrin veçanti që të jetë i mirë, është me pas gruan e mirë. E nuk besoj se ka dikush që nuk pajton me këtë parim. Ai që ka gruan e mirë, ai vërtet ka pasur një fat shumë të madh. Edhe se është shumë afër për të qenë i lumtur. Bile edhe nëse nuk i ka shkaqet e tjera apo faktorët e tjerë, shumë herë është i lumtur edhe pa to, vetëm pse e ka gruan e mirë. Dhe kundërta, po të ketë shumë gjana tjera të mira e nuk e ka gruan e mirë, pra të ketë pasionie, të ketë pushtete, të ketë pozite, të ketë bukurie, rinie, forcë e tjerë, po nuk e pat gruan e mirë, ai nuk mund të jetë i lumtur. Besoj që të gjithë pajtojmë këtë pikë. Për atë ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: prej gjërave të cilat e bëjnë njeriu të lumtur janë 4. Dhe mbani mend, Allahu në xhenet ju qoftë.
e sprish punë dhe me i shenue një lapë cendore, me i shenue disa gjërat të cilat i cekum nga njëherë. Gjatë tanë ligjeratës, pyetjeve, përgjigjeve, gjatë tërë emisionit, ndoshta një fjali, ndoshta një pyetje, një përgjigje, diçka dëvyne shë që javlen me majtë men, e një fletore nga dhe shenan, edhe e len që aty. Edhe për më të 6 muje 2 vjetë, e ke mush një fletore me një hori të ndryshme të cilat i ke marë. Edhe kështu gradualisht pajisesh me një hori, treja dhe zgjerën diapazonin e dijes tënde në fushat të ndryshme. Pra, prej gjërave që bëj njeriu të lumtur janë 4. El-mar'atu salihatu, gruaja e mirë. Në një, gruaja e mirë. Gruaja e mirë. Në 2, shtëpia e gjerë, shpinë e gjanë me pas. Në 3, el gjaru salihu, komshiu i mirë, fqiu i mirë. Këjshia i mirë ty bën ka të pagun. Edhe në 4, el merkebul heniu, edhe mjeti transportues me qeni rahat shumë. Në atë zaman kur ka thonë pejgamberi alayhi salam, ka pas për qëllim deve në kalin e me pas që të barahat, jo se të fëtërzën, ose të i grahin nuk jetës, ose të do me varapuaj nuk jetës, së barahat kur. Këtu 4 gjëra e bëjnë njeriun, apo janë prej faktorëve që bëjnë njeriun të lumtur. Po i përseres edhe një herë, gruaja e mirë, shtëpia e gjanë, sepse s'ngushtohesh, kush do me tarë, mësafir, natën e ditën e 2 vete dhe 2 vete mirë se vinë kanak i mirë i gjanë, është dhuratë e Zotit e bën njeriun me gjëks hapur, krye lartë, me balë qelë, që shtot populli, me mirë se vini o burra, kur do që vini. Për ata mileti jo të partë të toni kanë pas datë pjesë e kanakit, dhe kanë thonë mirë se vini o burra natën ditën o da qelë. Thirë pa thirë, ftu e pa ftu, bërë mirë që ka pru Zoti, edhe bën njeriun të lumë të në krenarë. Pra shtëpia e gjanë me qenë, apo shtëpia e rahatshme. Pastaj këjshiu i mirë dhe shtaza e mirë, që e përdor mje transportose në këtë sotit, kjerë i mirë. Që ecë mirë e s'len lëqë. Ndërsa prej gjërave që bëj njeriun të mirë janë 4, vazhdimi hadithit, pjesa tjetër. Këjshiu i keq, gruaja keqe, në 3 shtëpia ngushtohet njeriu, nuk më neftan kërkan mësafir kur, ngushtohet, sa shti lumëton. Dhe mjeti transportues jo i rahat shumë. Por aq ka përna interesën neve, është shkaku i parë që ka cik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo faktori i parë e që është gruaja e mirë, dhe ne po flasëm për gruan e mirë. Po të ndëruar e të dashurit e mi, gruaja e mirë është dhunti e madhe. Është pasuria më e shtrejtë që e posedon njeriu. Është ndër dhuntit më të mëdha me të cilat e ka ndëruar Allahu Azza wa Jall atë njeri që jep gruan e mirë, e popullet insan me kanë insan. E kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thonë, sikur ta dishim ja Rasulullah, cila është pasuria më e mirë, e të përpiqemi të mundohemi ta posedojmë. Ka thonë ai bekuar alaihi salatu wassalam, afdaluhu lisanan dhakira, puna më e mirë, pasuria më e mirë, që për kërkani jo, e që ja shehni hajrin për dënia dhe për ahiret, është 2 pika. Gjuha që bën dhikr Allahut, që përkujton Zotin. Lëmja e njeri
që guha ti nuk nalet të përkujtu Allahun, e sa herë për i thëtë vëllau ju e hoxha juv, sa neme sa trun, e sa malkan me kitë goj, e sa flet prape a neje, këneje hidhra njerëzit e i thera i lëndan, fal mirë. Pas për mës desh me fal mirë, mës të ngofshën, për kujtu Allahun, thëj la ilaha illallah, 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 të shkun rrugë, të shkun punë, kur të bish me fjete, kur të qoshe, të punue, të gatue, të fshije, të gra kjerët e thuj la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gjuha që përkujtan Allahun. O qalben shakiran, dhe zemra që falenderan Allahun. Zemra që falenderan Allahun. Është të knaqne me Allahun. Është të knaqne me atë që e ka dhanë Allahu, dhe sikur se tik-takit e zemrës, tik-tak, sikur se atë vetë thëjnë, elhamdulillah, 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 pejtë madhët Allah. Wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala imanihi, dhe grua besimtare e cila në besim apo në iman të ndihmon ty, po i ndihmon burrit vet. Pra, cila është e pasunia Rasulullah, o i dashur i Zotit, cila është më e mira, më e vlefshmja, e ta posedojmë, ta marrim, thot, gjuhën tane, mos e nalë të thonë la ilaha illallah, të bë Allahu dhe dhikr. Zemra që falenderën Zotin, dhe gruja e mirë që ndihmon burrit vet në iman din. Pra, ai cili me guhën e vet nuk përgojon, nuk shan e nuk mallkon, por bën dhikr dhe Allahun pa ndërprerje e përkujton. Pastaj me zemrën e ti Allahun shumë e falenderon. Por edhe të mirat e njerëzve nuk u harron. Edhe ai person e ka një grua të mirë, të devotshme, e cila ndihmon atë në çdo punë të hajrit, që afërcon imanin burrit vet, dhe afron më afër xhenetit. Ai cili ka këtë gjëra, ai është i pasur. Ai është i pasur. Nuk është i pasur ai që ka gjepat plot. Ti mund është mi pas gjepat thatë, por e kini gruin san. E zemrën e mirë që falenderën Zotin, e me guhë tanë falenderën Allahun, ti e ma i pasur në dënja të shatë madhen Allah. E cila është grua e mirë? Cila është grua e mirë? Kur flasim për gra të mira, kemi për qëllim në aspektin shpirtëror, e mirë me Allahun, e mirë me burrin e saj, grua e mirë e devotshme dhe sinqert, grua e cila ka moral dhe etik të shëndosh, grua e cila synon kënaqësinë e Allahut, synon xhenetin, grua e cila nuk është kriju për dynja, por dynjaja është krijuar për te, ndërsa ajo është krijuar për xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gruan e tillë ka thonë: e këtë fjalë të tij ja vlen të shënohen me laps dhe me ngjyrë të arit, dhe mbani mend dhe shënoni edhe këtu. Ka thonë ai bekuar alaihi salatu wassalam: nëse gruaja i fal 5 kohët namaz, e para namazet me i nejt gati, e dyta agjeron muajin Ramazan, e treta e ruan nderin e saj, moralin e saj, e katërta respekton burrin e saj, pra mirë me Allahun, mirë edhe me burrin e saj. I thuhet asaj gruaje ditën e kiametit: urdhëra oj robresh e Zotit, hyr në xhenet nga cila derë e xhenetit dush. Zgjedhë të cilën derë po don. Po të nderuar,
po të dashërit e mi, kjo është grua e cila është krijuar për xhenet. Gruaja e cila kryen hakun e Allahut, hakun e burrit saj. Gruaja e cila e ruan nderin. Asaj thuhet ditën e Kiametit, urdhëro e zgjedh. Nga cila derë, nga 8 dyert e xhenetit po dën me hy. Gruaja e mirë, për pas hakut të Allahut, e haki Allahut gjithmonë është i pari dhe primar, mundohet në maksimum të fitoj dhe kënaqësinë e burrit saj. Gruaja e cila synim ka për ta bërë burrin e saj të lumtur, qoftë edhe nëse lodhet vetë. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila është gruaja më e mirë? Cila është gruaja më e mirë? Ejun nisa'i khairun? Ka thamë, ajo e cila kur ti e shikon dë bën të lumtur. Të lumtur, disponon bre, gruaja e mirë disponon. Të gëzon sa do që lodhesh, nervozohesh, stresohesh, e tjerë, në punën, në fushën, nara, e tjerë. Kur vesh të shtëpia, se ta shesh gruan tane, krejt lodhjat kalan. Janë niskesh, busqesh, të prat me ftyrë të busqeshur. Pra hadith, për dhëtë veç korekcyr, të bën të lumtur, të gëzën. Gruaja cila të dëgjon kur e urdhëron, dhe që nuk është kundër dëshirave të tua lidhur me ty, apo pasurinë tënde duke bërë diçka që nuk të pëlqen ty. Krejt që kanë sipas razisë së burrit, nëse është pajtim Allahu. Gruaja e mirë është ajo e cila kur e shikon burrin e saj, pra e bën të lumtur. I largon stresin e që lodh e pushon. Por edhe kur e urdhëron për diçka, ajo më njëherë shpejton për t'ia plotësuar nevojat e burrit të saj. Kjo grua nuk bën diçka që urren burrit të saj, edhe kur ai mungon. Ai harruan pasurinë dhe familjen e tij. Gruaja e mirë është e cila nuk kujdeset vetëm për dynjan e burrit të saj dhe familjes së saj, por e këshillon burrin që të ketë frikë Allahun kudo që shkon, që rrezikun burri ta fitoj halal. Është ajo grua e cila e thot burrit të saj kur e përcjell në mëngjes për punë, ke frikë Allahun. Ke frikë Allahun o të njeri. Ke frikë Allahun o burr, e mos na ushqej me haram, sepse ma lehtë përballojmë dhe durojmë varfërinë e skamjen e dunjas, se sa durojmë dënimin e ahiretit. Ashtu siç i pat thënë një grua nga gratë e hershme burrit saj. Gruaja e mirë është ajo e cila ndihmon burrin në familjen e tij. Bëhet shkak që burri i saj ta fitojë kënaqësinë e prindërve të tij. Ajo gruë ja respekton prindërit e burrit në maksimum, ja respekton krejt familjen e burrit. Bile i rregati burrit që mos t'i lë mungo, mos t'i anashkaloj familjen e tij, në veçanti prindërit. O ti njeri, telefonoj prindërve, bleju dhurata prindërve, shëtiti prindërit, kesh me ta, rri me ta, e kështu me radhë. Gruaja e mirë është ajo e cila për hatër të fjalës së Allahut është një gjendje ta flijojë vatanin, familjen dhe çdo gjë tjetër. Ashtu siç vepruan gratë sahabëve, ndërto Ummu Selemete,
e që shumë për juve edhe dini të regimin e saj, e që edhe ne kemi të reguar në këtë vend. Gruaja e mirë është aje që rrezikon jetën e saj për hir të fjalës së Allahut, apo atyre që bartin fjalën e Allahut, ashtu si veproi Esma, bia e Abu Bekrit, e cila dërgonte ushqim babës së vet, edhe pejgamberit alayhi salam, sa ishin në shpellë në fillim të hijretit, kur ndiqeshin nga paria Mekkase. E sikur i dhujtarët pagan Mekkas ta zbulonin se Esma po dërgon ushqim babës së saj dhe Muhammed alayhis salam, do të vrisnin me njëherë, por për hatër të dinit Allahut e rrezikoi edhe jetën e vet. E ishte vajzë e re. Gruaja e mirë është ajo e cila nuk lën natë pa u zgjuar për ta falur namazin nafile natën, për që për ullur Zotit fuqiplot. Bila, ajo zgjon edhe burrën e saj për namazin natë, duke ja kujtuar vlerën e madhe që ka ai namaz, duke ja kujtuar natën e varrit. Ka qenë një prej burrave të mëdhej dhe ka pas emrin Haytham bin Jamaz. Thot, e kom pas një gru, e cila nuk flinte tan natën, dhe unë nuk më isha me bo sabër me te e me qëndru tan natën të falë me te. Kur më zinte gjumi mu, aje më stërpikte me ujë dhe thashte, a nuk tërprohesh peja Allahut, deri kur mu do me flejt. E këthej kish krejtë Allahun vend të marrë prej saj. Gruaja e mirë është ajo e cila kënaqet me pak nga të mirat e dunjas, por në punë të ahiretit nuk ngopet kurrë. Gruaja e mirë është ajo e cila për hatër të Allahut e duron fyrjen, sharjen, qoftë persekutimin, kështrajtimin. Nëse e kërkan nevoja, qoftë për din, e kejtë e bën për din të Allahut, po qoftë edhe me rujt raportet me burrën e saj dhe familjen e saj. Gruaja e mirë është e kujdesshme që të marrë dije sa më shumë, mënyrë që ta njeh Zotin e saj sa më shumë e ta adhuroj sa më shumë. Gruaja e mirë është ajo e cila për çdo ditë lexon librin e Zotit të saj, Kur'anin, dhe mundohet të mësoj diçka nga Kur'ani përmendsh. Gruaja e mirë është ajo e cila shfrytëzon çdo hapësirë dhe mundësi për me përhap fjalën e Allahut. Nuk lën mejlis, e as takim për shfrytëzuar, qoftë dhe për pak minuta. Gruaja e mirë është ajo që të keqen e të tjerëve u akthen me të mirë. Zatën gruaja e mirë nuk ka kohë të merret me punë të liga, ajo merret me punë të mëdha, ajo grua përhap vlera. Allahu ne përmirësof gjendjen tonë, në gravet tona, shoqërisë tonë, të metit tonë, na bëft kem gratë tilla, të cilat na ndihmojnë në ngritjen e fjalës së Allahut, na ndihmojnë në punë të dunjas dhe në punë të ahiretit. Të nderuar vëllezër dhe motra, këto ishin disa pika të cilat tregojnë se cila është gruaja e mirë dhe se si duhet jetë gruaja e mirë, të cilën e synon Islami. E na mbetet flasim edhe me te për këtë temë, respektivisht për respektin e gruas ndaj burrit.
si duhet ta respektoj gruaja burrin, në veçanti këtë zaman ku gratë ka pak jenë halit ka pak. E nuk për respektojnë burrat si duhet dhe si kërkohet prej tyre. Allahu i drejtoft ato gratë, po edhe burrat neve, edhe krejt shoqërinë. Dhe deri në ligjëratën e ardhshme, në takimin e ardhshëm, ndoshti madhi Allah Azza wa Jall javën tjetër. Selam aleikum. Profesor, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio ku ju mirpresim në 038 249 237 dhe 044 1566 14. Ju qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues dhe po vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit. 038 249 237 qëndron i hapur, ndërkohë që mund të na shkruani edhe nëpërmjet SMS-it në 044 1566 14. E ne përderisa të kemi dëgjuesin e parë, profesor, po fillojmë me marrë pyetjet të cilat na kanë arritur nëpërmjet SMS-it. Është pyetja e parë që e lexojmë sonte. Selam aleikum, thot profesor, thot a e kemi gjuna të madh nëse e hajmë hakun e jetimit? Bismillahirrahmanirrahim. Haku i jetimit është prej apo është përdrimi pasërisë e jetimit, është prej gjunaheve më të mëdha në tokë të Zotit që ka mundet me bën njeriu. Zatën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur që i cek 7 mëkatet shkatërruese, ndërtohen në mrana për futmesin e ty në waklu e mvalil jetim dhe ngrënje pasërisë e jetimit. Për mëkateve të cilat e shkatërrojnë njeriu në dynjat para se me shku në ahiret. Ka thonë Allahu në ledhine jekulune emvalil jetama dhulmen innema jekulune fi butunihim nara ose aslehune saira. Ata të cilët e hajnë pasurinë e jetimit, ata hajnë zjarëm. A keni kur thojnë hongshë zjarëm? Që kjo është? Hongshë zjarëm e që kjo? Pra që atë pasuni që qënë të në barkë, të nuk e që në barkë, bukë, e të mira tjera që ja ke marrë jetimit, po të ke që në barkën të në zjarëm. Ose aslau në saira, dhe ata dhe në vërtetet futën gjene. Zjarëm. Prej gjërave që në tutë sahabët mësë shumë të mësë behin hak, kanë qenë çështja e jetimave. Njën të mërru sahabët. E sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salam, janë spravu shumë me jetima, sepse ku e lufte. Tash, jo bon 15 vjetë që dërëm ne për luftës, 16, por edhe ne me njerë mas luftës, çdo dy të mohabet ka qenë puna e jetimave, sepse mbush Kosova me jetima. E ata jetima do të më kujdes dhe kush për ta. E ata që kujdesen për ta, jo kujdesen me faqet bardh, jo koriten me faqet zez. Sahabët, ku e tyne me lufta, shumë jetima, po vdesin burrat, prindë tyne, ata për marrin me këqyr, më kujdes për ta, por për të mërrohen për i tute, mos për ju hin hak jetima. Deri në dërejën atë shkallë, sa që nuk po guxojnë mull me ta në sofër bashkë. Po tutën mull në sofër me jetim, mos për amër kafshatën e jetimit, mos për hama shumë se jetime, mos për tutën me rëmente, asë sofër nuk gëzeshin me hongër, bashkë me ta. O të mërrum, e Allahu zbriti atë kuranor se nuk e kini gjëna me hongër, bashkë me ta, la ilaha illallah. Ilumi cili kujdeset për jetim, me faqet parë. E miri për shpirtin e vetë, që hanë hakun e jetimit, pasha zote e zjarëm ka hongër, e zjarëm ka me bo, e zjarëm ka me hy. Allahu në argujtja, Rabbi.
Po. Pyetja kemi të gjuhës jo 038 249 237 është i hapur dhe 024 156 614. Selam aleikum, thot hoxha, jetoj në Evropë dhe jam nismëtar i shumë proceseve fetare në qytetin ku jetoj. Mërgata jo më fatkeqësisht të më quajnë terrorist dhe ekstremist për vetë faktin që unë i bëj ftesë në namaz dhe në dhënien e paras halal. Ndërkaq thot komunitetet të tjera, gjithsesi thot kanë shumë respekt për mu, për këtë çështje që unë e bëj. Më intereson ta di, thot profesor, si është e mundur që njerëzit e tu nuk kanë respekt, nuk të duan, ndërkaq të tjerët po, si më reagu thot kur fëmijët më shohin, tjerët më respektojnë. Allahu trujt. Inshallah i edhe më mirë se sa që për përshkruan vetveten. Inshallah i edhe më mirë dhe i ki punë për hatër të Allahut. Ne me ekstremizëm punë nuk kemi. 500 herë kemi thonë se feja jonë nuk e den ekstremizmin. Dhe se ekstremizmi është i papranueshëm. Ndash nga ana fetare, ndash nga ana vatane, ndash dësend. Ne qëtë vend shtu kemi thonë, o ju njerës, jo vetëm nga ana fesë, po edhe ekstremizmi e ardhëdhejot nuk është i mirë, që bje nacionalizmi i tepërt. Sepse nacionalizmi i tepërt i bjen veç one, shqiptare tjetë kejtë, ose veç one, ku dijun, letë me turka, harapa, që të qoftë amerikana, afrikana. Unë du kombin teme, du poplin teme, du gjuhën teme, du vatanin teme, du flamorin teme, du traditat e mija, po këtë regullo, kjo mrekullia, kjo madhështia. Por edhe njerëzit tjerë kanë vlerë, edhe njerëzit tjerë, por fundja njerëzit vlerësohen me vepra, nuk vlerësohen me kombësie, me ngjyra, me raca, me gjuhë, nuk vlerësohen njerëzit. Andaj punojmë, bojmë vepra të mira, të cilat na ngrisin neve si kamp. E letë atë vetë shqiptarë dhe pikë. Letët në të mesele. Anët ka falë zëtë shqiptarë, që që je shqiptarë, nami nuk o bo, ty i bënë bo nami, po nuk o bo kja mejtë ata që nuk e shqiptarë. Por të si shqiptarë, pa isë me vlerat më dha. Pra, nëjse, a ishtë tim tjetër, por të ishtë ta më thonë të ekstremizmi, pra edhe në punë të fesë. Nuk na vjen ekstremizmi mesatarja, dini mesatar. O kedhalike ja'alnakum ummatan wasata, dhe ne kështu na bëri juve me të mesëm. Nëse për mos për gjallë, mos për botim, nuk do të më merakos shumë pse tut nuk dojnë, as pse të thëjnë ekstremist. Kërësurat të vepra të nësim pas të ekstreme. Për ndryshe, për dire sa i thjerë namaz, e na këtu në kësull që pa thrasëm? Kalë gjevlat. A pa thrasëm namaz, po. Ku në qka thërëm ne, që të radjet bëkum qenë, që të që 10 vjetë sa jem, një pikë, një që thërëm në ekstremizm, në qka në cëlla. Qka thërëm në përpos namaz, në moral, në respekt, një anë tjetërit, të prindit, të këshis, pa falë për këshi pak ma heret, ngrunin sang, ngrun me ndëru, borën me ndëru, një anë tjetërit me ndihmu, tjere me ndihmu që nuk jenë edhe ju musliman në vlera këto. Por fokusohemi shtyllat dinit. Dhe prapë se prapë. Ka njërë cilët në thojnë, që ka në thojnë si ty? Ekstremist. Por, që ka thojnë ata, është ajo që ka thojnë, dërsa që ka jem në që ka tjetër, ditë në gjahë dhe të atje. Vazhdo, me punu punë të hajrë dhe punë të mira, e Zotë, inshallah, na drejtën të gjithë dhe në dhëzën. Po. Sa duke të kemi të gjuesin e para, alo? Mama, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, urtron. Përshëndes, dhe ishta mja bo një dy pyetje hoxhës. Po. E para është në qëse ka hyrë i kindia me xhamat, ndërsa unë atëre me gjumë nga gjumi dhe e kam pas që ka ik dreka. A do të përderisa xhamati të fali kindin, unë me fal drekën, e pastaj me fali kindin edhe pse mik me xhamat, domethënë, apo që është puna. Dhe e dyta është nënë kam këngëtare, dhe është të i presë së krishter, deshta me ditë në qëse ajo për shambull dënë me në qaros një drek ose dënë me mbledi, shka se nuk jetoj me të, jetoj me babën. A është më katë me hangër për shambull prej paras që në fiton ajo për mes këndimit. Ka që kisha e famderit shumë, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sa për këtë pyetje së parë,
Se di këtë pyetje mrena javë më kam bërë 3-4 vetë. Se di pse. Bashkë për drekë, për i qeni. Nëse të ka ikur dreka, të zome ke fjetur që të seke të, ose ke harru më falë, harran njeri, la ilaha illallah, harran. Dhe i del gjumi namaz të i qindis, apo në zënë të qindis, apo i bjen men në zënë të qindis se ka falë dreken. Torë në ravdes dhe shkën gjami, dhe mileti po gjemati janë nisën fali qindin. Të hen në qindi bashkë me ta. E bën jeti qindin bashkë me ta. Jo dreken, bën jeti qindin. Pas taj, kër të falë ata i qindin, të që është e falë dreken, 4 recate, e pas taj falë edhe herë i qindin 4 recate. E falë edhe i qindin 4 recate. Kështu është më së miri me vepru. Pyetja e dytë. Nana juaj është këngëtare, është krishtera, që tha? Po. Dhe të nuk jetën me te. Në govlan, alhamdulillah që Zotë ka udhëzu. Haki nanës është i madhë. është shumë i madhë. Unë do doja shumë që ti më afro sa më afër nanës. Baba ndopi saj, ajo ndopi babës, është mesele tjetër ketë mes tyne. Ti më afro afër nanës. Për dy gjëra. Në një e ke nanë. Dhe për ty është nana, ajo të ka lind për barkut saj. I pjesë e trupit saj, shpirtit saj, zemrës saj. Dhe ke hak ndaj saj. Bile ma shumë se sa ndaj babës. Në ndë, me ofrimin të ndrejt nanës, ka gjasa, inshallahu ta'ala, që ajo më këthyn din të Allahu të me thanë shahadetin. E ti me pasë sënim gjithmonë, dhejnë frimin e fundit nanës tane. Ty që ka pas pejgamberi sënim alayhi salam, migjën e vetë e Ebu Talibin, i cili ka qenë kujdestari kryesori pejgamberit alayhi salam, pasi rrit pejgamberi. Sënim kryesor, dhe jo dek, o migjën, thuj la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah. E për ushqimin që ta blen nana merë, të isha që blenë merë përdari. Përdari. Edhe mësi përdarsh, mësi a këthe nanës. Mësë ga bëm ja këthy se e lëndën zemrën. Merri. Nëse s'kineve për të epja dikuj. Ose përdari vetë. Po lë zemrë mëse e lëndën nanës. Inshallah Zotë e drejta në të nanë tanë, ja Rabbi. Po. A i kemi dëgjuesin po alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, urtrani. Edhe një pyetje hoxhës në Japon. Po urtra. Për namazin e jacis. Dashta me vetë punën e sinetit. A ka 4 rekat sinet jacia? Mirë. Që pyetje dashta? Faleminderit shumë, përshëndesim që të në juve. Jacia në realitet nuk shkruan kërkon që ka 4 recate, nuk ka hadith që jacia ka 4 recate sinet, hadith nuk ka. Por për atë arsye kanë thënë ulemaja vjetër se suneti para qindis dhe suneti para jacis nuk e kanë peshen vlerën e suneteve të tjera. Ani pse megjithatë suneti para qindis ka hadith hasan, hadith të mirë që flet për te, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mri'an salla qabla al-asr 4. Allahu e pas të mëshiroft, apo mëshiroft, Allah mëshiroft atë njeri i cili i fal 4 recate para i qindis. Allah mëshiroft atë njeri i cili i fal 4 recate para i qindis. është lutë për mëshirë. E doa e pejgamberit pranohet alayhi salatu wassalam. Po banë me falë edhe 2. Se gjithmonë suneti kur janë 4, banë edhe 2, banë edhe 4.
Ndërsa para yatsis nuk ka hadithë për 4 recate, për pas hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam bejne kulli edhanejnë salah, mes çdo 2 ezanave ka namaz, e që ka për qëllim mes çdo ezane dhe i ka meti, pra mes ezane dhe i ka meti yatsis me falë 2 recate, po bën falë edhe 4, po bën edhe më shumë. Me këta nuk përdojnë na me thonë me lanë sunetin pa falë yatsis ju, po përdojnë me thonë që nuk është paqare me falë, dhe nëse i latë je për gote, je për gjëmshë tjere, ani, fali 2 ose mos falë heq, po të drejten farz, nuk ka behane. Por me rëndësi është shumë me rëndësi me falë sunetin mas yatsis. Sunetin mas yatsis është shumë i fort, futet grupin e suneteve muakkede, e që jenë 2 transmitime, një është 10 recate, e tjetër është 12 recate, sunet muakkedet forta gjatë ditës, për të cilat pejgamberi ka premtuar pallatin xhennet, men thabara ala 12 rak'atan fil yawmi wa layla bana Allahu lahu baytan fil jannah, ai cili bën sabër dhe i fal 12 recate sunet gjatë ditës dhe natës, pra për 24 orë, ati këmë ndërtu Allah një pallat madhe në xhennet. 2 recate sunet para sabahut, 4 para dreke, 2 pas dreke, 2 pas akşamit dhe 2 pas yatsis. Jenë të forta me falë. Po. Këdja kemi dëgjues jo, atër 038 249 237 qëndroni hapur, dhe 024 156 Një dëgjuese po pyet profesor ka dërguar të pyetje sonte, por më kujtu që edhe nga java e kaluar edhe atëherë ka dërguar. Selam aleikum, thot profesor, thot jam motër muslimane dhe kam 2 fëmijë, thot burri im jeton me një grua tjetër, është me të thot për çështje dokumentash, ndërkohë thot që burri e ka pru vllaun e tij të jetoj me mu këto. Thot a e kom unë gjuna dhe si mi abo thot plute ma jepni një këshill, se tjetër hat që kunati ka arë në shpicaj. Po, kunati ka arë në shpicaj. E ka dërgu thot vllaun me jetu me mu dhe me fëmit, dërgo që a jeton me një gru tjetër për letra. Nuk është rregull kjo punë. Ja, asë janë asë në rregull. Asë pse jeton për letra, sepse nuk jetohet me gru të huj për letra, po jetohet me gru të huj që ki gru. Dhe e asë ma pak me marë vllaun me qëtë të kunata. Të gruaja jote. Vllajët nuk e ka vllai i tij, më thani burrit tan, tash konatët, nuk e ka halal fetarisht me u vetmue me konatën. Nuk e ka halal. As ma pak me bujt atë në ditë 2 ditë në javë 2 javë në muaj më të ja haram ki punë. Ki punë haram. Te qysh ke pranu me than burrit tan apo me leju burrin tan me shku me flet me gratë huja. Gjithashtu bën e zemrën dushk, do më thonë bën e zemrën e fort, jo dushk në but, po forco zemrën, thuj burrit, une me vllaun tënë një shpinë nuk rri. Jo pasha Zotin, e kam të ndaluar. Edhe thuj liresh ndash me emën bë jemë, thim ka thonë hoqë shepqetin, radije kon vetë. Edhe lë të vetë edhe i ndosht. Në muslimonina. Allah, haram e haram. Konata me vllad burrit nuk ka të drejt me flajt. Lehet me selet ti. Kërkuna nuk jem të akuzon as të dyshu. Ja, Zotë më se dhasht. Ja, në jam i pastër të morali, lemi të pralla. Kërkush nuk e të thonë, as grus, as burrit, as konatës, të akuzon moral të folë, kur s'kem kërë kur gjë. Por për thënë që ka thonë Allahu, që është me din Islam. Feja ishe senet ma largë. Per atë jo vetëm konati dhe konata me zveti, por kër i thujnë na me fej, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, vllaun dhe motrën, djalin dhe vajzën, ata në vllai motër, ti ki djali qik. Kur ti bujnë 10 vjetë më selen një shtrat me flajt bashk. Ndaj. Ti janë që rararara që të me thonë ki punë, o, ti djallë rrët që aty ka dalë. Se kërkosh nuk po të akuzën kur gjë, po, ndaj. Ngoti që ka thonë pejgamberi ali, se da unë të bjerë ma mirë. Ndaj, sen s'kushtan. Kësa i thëmë mas preventive. Allah në gjenet i qurët, po. A kemi dëgjues, alo? Alo, mirë mama. Mirë mrama, urdhrani. Selam aleikum. Selam.
Desja hoxhës më vjen një pyetje. Po. Namazën e masjacis salativitin. Po. Po habit na kur pe çaj duhet ka një herë me qumë me thonë doon e kunutit. E po bjen ruku. Po habit na ka një herë ndëruar. E po bjen rukua, po. E po bjen ruku, po. Po, pe di, po. Çata deshta me ditë qysh me apo. Mirë. Allah të rrit. Allah natën e mirë. Natën e mirë. Nuk prish pun kunutin me bë dhe pas rukus. Pra, traft men para se më në ruku që i duhet të nësja lëtë, se kunut është dua lutje. Po mos traft men nuk prish pun edhe pas rukus. Bjen ruku të që është pas rukus e të bën duan. Sepse për të dyjat ka hadithe. Ka thënë Enesi radiallahu anhu shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kunna naqnutu qabla ar-ruku wa ba'da ar-ruku. Ne bënim kunutin para rukus edhe pas rukus. Pra, herë pranim ashtu, herë pranim kështu me hadithe vërteta, hadithe në Bukhari. Pra, nuk prish pun edhe pas rukus edhe para rukus me bë kunutin. Po Allah i trujt, po. Nuk kemi dëgjues për marrë një pyetje tjetër. Profesor thot me lexu Kur'anin në gjuhën arabe dhe thot dikun thot nëse nuk arrim ta shqiptojmë mirë si duhet. Asgjë. A e kemi gjuna? Jo. Nuk e kemi gjuna sepse po bojnë atë që mujna. E Allah nuk na ngarkon më shumë. Allah çka ka kërku për neve me mësu Kur'anin me lexu, na ka mësu. Me mësu me lexu mirë, po mundohëm na mirë. Po hala më mirë, mirë dëna po kena çfarë hala më mirë po. Së mujna me arrit më mirë. Kështu që Allah kërkon për nesh atë sa mundemi. E lëshimet që i bojmë ka pak, Allah në i falt. Allah në i falt. Po. Pyetja radhës vjen nga një dëgjuese nga Gjermania, thot profesor dëshiroj shumë të bëj namaz, thot sa herë kam provuar, por nuk e di thot pse s'mundem, ka diçka thot që më pengon, nuk mundem. Allah e vërdet, po vërdet, nuk lënë vallahi thot ka dalë të jeri, ka vakte jenë zonë, sa pun të kiti, të spesheha, në që në pun i kje më farë, ka vakt del benzi, plakesh, 30.000, i krynë të pun, ka dalë njësë më falë, s'bëhet vanë. Të hadin që nuk bëhet vën e di, e pa që pa gut është pra. Qështu kjo mesele. Kjo punë qështu. Dërsa më kanë për kërse dhe që hej, a pëshe që vanove, gotë më rëse vanove, veç të s'ke shku ke kanë shku atje. Thu ty be mire ki mële. Për drejtë që bëvet që nuk e shë për para ka të thëtë, shejtani. Të spedina, shejtani vallaj. Andaj për zënat të të malkonë, thuja, ullu billahi, min ka Allahu në arruj pejteje. E që me rrëvde se falë namazoj motër, falë namaz. Falë namazoj motër, falë namaz se ka me ndryshu jeta jote pashat madhe në Allah jeta ndryshan. Pashat zotin tjetër bash me namaz. Krejt punt, që është ma lete, flanë ma lete, ditën punon ma lete, i përballon sfidat e mërzit, e gzimet, letohen është punt, të nërë ma lete me namaz. Allah mos në lash pa namaz. Elhamdulillah për Allah që ka lanë këtë namaz, pa ka sen më të mirë se sa namazi. Mas imanit, besimit në Allah, nuk ka sen më të mële, më të mirë se namazi, zëtën, për ato është edhe shtylla e parë. Shtylla e parë. Kushti i parë. Abetare. Të pa abetare, ko dhe me shku në biologjia të klas 8, ose me shku në kimia që abetare se din. Abetare është. është bazë. La ilaha illallah, më knash muslimani namaz. Më knash namaz. Më knash namaz. Më knash namaz. Me fladit shpirtin, me largu mërzin, me të pushu zemra. Namaz, me drejtu zotit tëne, me falendruhe, me madhruhe, me lutë, me janë kuhe, tënat namazin ki. Me lypitina ndi, me lypitina rëske, me lypitina mëshirë, tënat namazin ki. Me lyp gjennetin e me lyp rahmetin e me kërku ndim për tina, mbrojtje për i zjarë me gjehnemit, e të ligave, zëllëmqarë sa i dënjaje, e zëllëmqarë ka shumë, namaz, tënë e ki namaz. Namaz. Në ka jetë pa namaz, mësa peshka ka jetë pa uj. Ose njëri ka jetë pa oksigen, po ashtu shpirti pa namaz në ka jetë. Ja. Pralan ato që thëtë në jetë i lumëtën pa namaz, kik, s'kalim të ri pa namaz, lehat në sele ti.
Po. 038-249-237 i hapur. Tani kemi një çështje tjetër, një dëgjuese thot selam aleikum, thot ju lutem shumë ma lexoni këtë pyetje dhe po e kërkoj thot një këshill nga profesori ndërum. Profesor thot un jam një motër muslimane dhe dua të martohem me një djalë musliman për gruan e dytë të tij, por familja ime thot për grua të dytë. Po, për grua të dytë, por familja ime thot asesi nuk pranon. Pasha Zotë, që që thëmë i motër, inshallah pjesën e pare ke kuptu ti, sepse me marë për shku grue dytë, nuk është se nuk ka grue parë. Andaj motërat ka nevoj këtu për këshill. Martesa nuk o loj, ka përgjithsi, na falem pak marët për disa cilësi të pare grust mirë, e me ka grue mirë nuk ka letë, pas të nërtakë dhe në pas parasysh, edhe dësene tjera. Martesa nuk ka që eufori dhe dashuri, po është edhe respekte, lumëturie, sabere, durime, shumë senen, përgjithsi. Kje pjesa e pare. Pjesa e dytë, ti më në me bindë përindit e tu, familjen, nga ana jo, të djallin nga ana vetë, inshallah në koft hajrë. Allahu u ancakton e bashkohni e kalën jetë lumë të dënjat dhe në heret. Amen. 038-249-237 i hapur dhe 024-156614. Për drisa s'kemi dëgjues linjën direkte, unë po marrë pyetje tjera, thot një dëgjues profesor, thot namazi farz a pranohet, thot në rast se kemi harru ta bëjmë ikametin. Ikametin sunet është. Asgjë më shumë. Ikametin sunet nuk ka të bëjmë farz, është jashtë farzit, nuk ka të bëjmë namaz si namaz. Namaz si namaz është Allahu Akbar, tekbiri fillestar dhe selam aleikum, selami. Këtu fillon, këtu mbaron namazi. Më herët e më dhanë ato që plotësojnë. Përndryshe kjo është namazi. Pra, azani i kameti janë sunnete, të cilat anë se lën, veç sunnetin e kelan, për e kelan para namazit. Kaq. Po pyet një dëgjuese, thot profesor, kam përfunduar thot fakultetin e infermierisë dhe tani thot që jam e martuar në fshatin ku unë jetoj, thot është hapur një ambulant dhe aty thot është mundësia ime që të punoj mirë, po thot burri, po nguron thot me leju me aty me punu për shkak se thot që ka mundësi që fshatarët ndoshta edhe nuk do të presin mirë apo ndoshta edhe do të thojnë ndonjë fjalë. Thot nëse unë dëshiroj të punësojmë dhe të kaloj në ndonjë vend tjetër, atëherë duhet të diku 20 kilometra të udhtoj, thot ka lodhje, ka komplikime, normal do të kam edhe fëmijë, ndërkaq këtu thot ambulante më fshat e kam vetëm 1 kilometër, cila do të ishte zgjidhja më e mirë. Nuk e di. Kjo marrë dhe për te për burrit tanë. Mendoj që në fshatët ishte më mirë, në fshat, por baki burrit gjelezën, ta shë më prish me burë, se avlen, se shahajrë se punë se burë në prishish me ta. A nëse burë i mushet me në shtë më punu në fshat, do të ishte më mirë në fshat me punu. Sepse otimet janë meselën veti, janë të lashën veti. Gjëni gjuhtë për bashkët dhëtë një ujdi, edhe zotja zgëtarin, inshallah. Po. 038-249-237 qëndron i hapur dhe 024-156614. Ndërkohë që unë sërish po filloj me marrë pyetjet të cilat po na vinë nëpërmjet SMS-it nga dëgjuesit tanë, por gjithsesi telefoni qëndron i hapur dhe ju mund t'i drejtoni edhe pyetjet nëpërmjet SMS-it. Profesor, a kemi dëgjues po? Alo? Alo, Ingrama. Mirë mbrëma, urdhroni. Jam një dëgjues ka Gjermania. Sëpori përshëndes së ujgjën, me përshëndimin Islamet salam, alaikum. Selam urdhra. Kam vetëm një pyetje për ujgjën. Po? Me një njëri që e dëmë këtë dënjo, për shembull në këtë botë, ata ku është për në dënjo, në atë botë? Mirë, faleminderit për telefonatën, çdo të mirë për juve. E profesor, po ndërlina tek pyetja e dëgjuesit sepse kishte edhe një dëgjues tjetër i cili po kërkonte më dhuan një përgjigje që është begi si e ngjajshme pyetja. Ai thoshte me prindrit, thot a takohemi më njëherë pas vdekjes apo duhet pritur dita e gjykimit?
Me prindër, me shok, me miq, nëse jem të gjithë xhenetli dhe ata, Allah na bo prej tyre, takohen shpirtat mes vete. Po takohen. Në të kundërtën, nëse janë njëna palë xhenet li, tjetra palë xhenem li, nuk takohesh me ta. E për punë të shokëve, me shtu hala, ka thonë Allah Azza wa Jall, al-akhila'u yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Atë ditë ka për qëllim ditën e kiametit, shokët, miqt, doslartë që kanë qenë këtë dynja, do t'jenë rëmiq njëri tjetrit. Përpas atyre që kanë pas për Allah, ke ka manat madhe. Nëse ke dash një shok këtë dynja për hatër të Zotit, jo për interes dynjas, po për hatër të Zotit, për izet Zotit, kime taku edhe në heret, kime pas me këtë atje. Nërsa nëse ke dash dikan për dynja, dhe s'ke pas gale për din heq, as për Allah heq, por e ke shfrytëzu, ka shfrytëzu për interes anë e kënej, në heret për thëtë Zotit bëhet armik, a jyti dhe ti atina. Pra jo tanë shokët dhe misht që janë këtë dynja do t'jenë shokë dhe misht në heret, për kondraze atje do t'jenë armiq, e misht dhe shokë do t'jenë ata të cilët kanë qenë këtë dynja për hatër të Allahut. Allahu në bëf për tyre, e zatën, edhe një prej pëqysh të fjallorin, që me thonë, benefic politik, një prej beneficioneve, një prej të mirave, të më dha të vllazën lakut, të shoqërisë që duhen me zveti për hatër të Zotit, ditën e kiametit është edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 7 persona Allah do të futën në hijen e tij në ditën e kiametit, atë ditë kur nuk ka hije, pas hijes së tij, një prej tyre është edhe ata që kanë shok për izet Zotit. Jenë bashku për hatër të Zotit dhe jenë nda për hatër të Zotit. Ata po, Allah në bë për tyre. Po. Dëgjus, nuk kemi atër profesor, po e marrë një pyetje, sepse po pyesin dëgjuesit sepse janë të interesuar ta dinë mendimin tënd rreth aktualitetit fundit, domethënë çështjes së dhunës e cila është ushtruar në Parlamentin e Kosovës, pyesin se profesori si e komenton gjithë këtë ngjarje çfarë ndodhi. Në realitet, unë ende nuk kam dalë në ndonjë qendrim timin, e kam dërmend ta bëj një shkrim këtë javë ditë. Jam duke pritur edhe pak që po bëhen këtë javë. Kam përcjellë zhvillimet e fundit se të gjithë qytetarët tanë. Natyrisht çdo hap i mirë që bëhet në qeveri, në parlament, jashtë qeverisë, jashtë parlamentit, popull, shoqërinë, policinë, në FSK, ku do të qoftë, është përparimi jonë, është hapi përpara edhe për neve qytetarëve, për neve xhallarëve, për të tonë. Dhe çdo hap marapa, çdo stagnim, çdo e ligë, na vjen hija dhe neve, edhe na vjen keq, natyrisht. Na vjen keq. Unë nisën e thëmë, kur ndodhe kësë farë, turbullirash nga pak parlament, shqyqyra zëtë që nuk jam në që aty. Shqyqyra zëtë që s'jam. Shqyqyra që s'jam. E Zotë i drejtoft, e o dhe Zotë, tonë të qenë aty, me pënu për din dhe për vatan. E vatani ka nevoj për burat më dhej, ka nevoj interesin shoqëror gjithmonë me qitë për para ti personal, individual, ka nevoj vetën nga njëherë me harru për hatër interesave të kombit, shoqërisë. Në veçanti në këtë periudhë të fazës që përkalojmë ne, se në mas 50 vjetë
Sikur që Gjermania se dhe Zvicra ty bën kohë problem, dhe me korrika monijek me Zvicrën nuk ka problem, vetëm se është një marrë, është një turp, është një imazh i keq. Për çfarë janë që aty, po shtetin sen se dëmtojnë. Sepse ata nuk as e kanë ndërtu shtetin, as e kanë të ndërtu pas mujnë me rënu. Sepse shteti është më i fortë se sa që mujnë me rënu një grup parlamentar apo këtë parlamenti. Amo jo shtetin e Kosovës, shtetin e Zvicrës, e Gjermanisë e tjerë. Dërsa ne në fazën tonë që jem tash, mendoj, sigur se ai fëmija i cili ka bërë 13 muaj, 5-16 muaj, e ka nisë me hecë, por ende ka nevojë më majtë. Dhe shumë letërzohet. Edhe mune me rasysh ati thmisë. Ja nisë me hecë, i binë sysh, tani hop shkodu të rjot nuk hecë mo. Edhe na mune me rasysh veti. E me të rasysh dikush, ka ilaq. Me bo me rasysh veti, ilaq e ma ishtirë. Po. Kemi të gjuhës të alo? Alo, mi mrama. Mirë mrama, oftroni. Desha të parë të përshëndes juve si stafin e Radio Kosova Ali, po desha të përshëndes personalisht doktor Shërqet Kasniqin si hoqë ma i mirë për mua, edhe ligjëratat e tina ingojna gjithmonë e jetë na përshpër, nese dhe gjëllat e tjeri ndëgjëna me qef, sa ma këta mas shumë ti. I pata një dy pytje për hoqën. Po? E para pytje e kom ndigju në një emision, hoqën, u kom dishka të folë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po one nashte nuk e kom një mirë krejt për fillim se që shu kon tema dhe pse u kon tema veç ka thonë se hijreti u bon në vitin 1400 dishka nuk e di, nuk po më kujtuhet mirë sakt, edhe tashti so shumë jem të bo polemik me këtë, po më interesën saktësisht me kalendarin tonë, në cilën vetë ka bo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hijret, e para dhe dyta, a ka më në gjëna se kur po foli me shpe, në familjen teme për shembull, tanë kur në gotë që foli, babën e ka më në plak, edhe është i smut, është në bi 75, po ai u ka namazli edhe është namazli edhe sot, mi po tash e kam lu smundjet, e kam lu lodhja, pleçnia krejt, edhe pëjthojnë ato të shpia, hajtë se ti nuk i ki pasare më falë tashti, e one për ju thamë se dohët edhe më smujt më falë në hunqë, do të më falë rapte, do të më falë qyshtmonët, do të më marë rabdes, më smujt abdes, do të më marë të imome, kështu ka. Muaj tani po më akuzojnë, po më kritikojnë krejt. Apo hinë në gjëna me prindin tem, a mos me thonë ma heq. Allah shpërbet, apo të në ekstremisht edhe ty, ja. A patkecësht, më thojnë një ekstremist, po më thojnë Al-Qaid, ISIS, që që tem në mund e më nuk më filë gati kërkus, po se kam adet, nuk e kam atë problem shumë të madhë, masi që familja e ngush burri personalisht nuk ma ka ndalu në bulesën e fej, nuk ma ndalën, edhe elhamdulillah praktikon edhe burri, nuk e kem atë problem pëse bën hajgara të me mua tjere, se më dhimën pëse po hinë gjëna, po më duke se ka me hinë gjëna shumë, që ati po më dhimën pëse me emeritu. Mishë falenderit. Natën e mirë, ju përshëndesim, aleikum selam. Sa e përket namazit babës tanë, s'kesh në më rëndësi, baba namazin nuk bën me lanë. Më duket javë në kaluar në pyte e plaku, i miri cili në përloti, e që tha 50 vjeqarës kam lanë namazë, ta shvënjën falën karrik, po ta shas karrik s've më falë, por arate, për marë për falën për avdes, a për nëvët namazi. Arat për namazi nuk e lejë, kjo në folë tani për namaz, ta shkjo plak i mirë, kë kam marrë vesh namazin, edhe din që për namaz nuk bën. E një të gjavë vlenë edhe për babën tënë, për namaz nuk bën. Nuk bën për namaz. Allahu i madhruar, i ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, wa arbud rabbeke, hatta ya'tiyaka al-yaqin, vazhdo të adhurash Zotin tënë, bën ibadet Zotit tënë, falë për Zotin tënë, deri sa të vijë vdekja. Nuk i ka thonë ditë plakësh, dhe që bëj 70-75. Ja, për deri në frymën e fundit. Për ata i bekuar alayhi salatu wassalam, 4 ditë e fundit jetës tina, kanë qenë ditë të randa. Ditë të randa. Ma shumë se njëherë,
e kanë ka për krash, e kanë me u falë, e kanë qitë në gjami, e në gjami në ka pasë në gjitë me dhomat e veta, me shpinë e vetë. Ja ka njësë më falë, i ka ratë fekt, për i dhimbjeve të më dha. Për i dhimbjeve të më dha. Nuk më në plëtësa namazin, të fekti vjen për i dhimbjeve. Pastaj, i vijeve dhije, dhe pyetjen e parë që e bën, e falen muslimant namazin. Dhe ditën e fundit kur vdiqja i bekuar, atë ditë hane, edhe atë ditë e kishte falë sabahun. E dikur para ditë ka ora 9:10, dha shpirti i bekuar, alayhi salatu wassalam. Pra gjitha të dhimbët më dha, namazin nuk e la. Kështu të me vepru edhe babajt, edhe të tantjert. Dhe shumë mirë i ke thanti. Falun kam, po mos më ish falu ullur, po mos më ish falu shtrit, në krah, në shpin, që është i lyp trupi, me avdest, me të imam, namazin me falë. Pyetja tjetër, që ke kësaj përbi ma shkurt, kur kam folën për punën e hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 1400 e sa vjet. Na jena në vitin 1436. Tash po hym në vitin 1437, sante, nesër sabah hyna në vitin e ri hijri. Pra, 1437 vite që është shpërngullur pejgamberin që 1437 vjet. Jenë bo 14 shekuj, kanë hi për 15. Që është shpërngull pejgamberin nga Mekka në Medinë, që 1437 vite përpon, që është shpërngullur nga Mekka në Medina i bekuar, e që quhet perioda e hijretit. Edhe këtu fillojnë ndryshimet më dha, po. Po e marrim të gjuhësin e fundit sa i përket linjës direkte. Alo? Alo, selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam, urdhroni. Përshëndes. Shtofin edhe hoqën nderuar Shevqet Krasniqin. A kam një pyetje. Po, urdhro. Gjatë Ramazanit në xhamin Perëndim i kemi folë ka 8 recate taravi, salat e vitrin mas recatit dytë, ka dhonë hoxha selam, edhe gjysa e xhamatit praherësisht ka ndalë për i xhamis, edhe ka vazhduar prapë edhe në recat. Ashtë kjo fare gjesti kështu në rregull apo se mu ka duk që nuk është mje, po i kanë hoxha i ka falë të tre qate Qartësh, këtë qartë. po Nëse s'ki të rësane qartësh. po ju përshëndes me selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qartësht. Të përpyt për mënyrën e salat e vetrit. Mënyra e salat e vetrit janë parapërsisht 6 forma mënyra të falë salat e vetrit. Cilën dhe për tyne më të njek nuk prish punë. Ata që janë me dhe për Hanefije falin 3 recate, pa selam. 2, njëherë rrinë të jatë, qonë kamë, kënojnë Fatiha njësore, marrën të këbiri, kënojnë konutën, të në binë ruku, sejdë, rrinë të jatë, salavat, jepin selam. Por ka dhe forma tjera, një për tyne mas të rukus me bu konutën. Një për tyne me dhanë selam as recatës dytë, e mu që me falë një recatë që shteti. Andaj nuk ka behone e mesile. Nuk ka behone. Për dire sa gjemati është marrëvesh me falë që ashtu bashkë me hoxhë, nuk ka behone. Me rësi me gjithë një gjutë për bashkët, ata që falen gjemati. Nuk ka behone. Ata që në ndalë, sepse dojnë me falë vetrin do shta të shpije me falë më vënë, nuk ka behone insha Allah ta'ala.
Profesor, ne pothuajse gati krejt në fund jemi, po e marr këtu I kam 3 pyetje nga një dëgjues. Po I lexoj të 3 po janë shumë gjana, sepse ka të bëjë me ajete kuranore, ndoshta 1 ose 2 mundeni më u përgjigj. E para pyetje thot ajeti kuranor thot a ka zbritur për munafiqet ku Allah thot mos I zini miq jo besimtarët. E dyta thot ka të bëjë me surën Er-Rahman, thot ku Allah thot është Zot I 2 lindjeve dhe Zot I 2 perëndimeve. Dhe një sqarim për këtë, dhe e treta thot nëse ka mundësi më na fol pak për surën El-Kiame. Do të thonë janë bukur gjana, po ndoshta ndonjëherë mundeni më u përgjigje me për emisionin tjetër me çka ka të bëjë me ajete. Ska të cilën do bëjtyne. سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سورة كياميت الكابتين كياميت për kaptinave të shkurtra të cilat Allahu zëtohet në to se do të rinjallë njeriu. Bën bejë to. La ilaha illallah bela qadirin ala nusawi banana. Bilen këtë kaptin këtë sura. Aqë bënd shumë Allahu flet. Se do të bëhet kiameti se do të rinjallë njeriu në ditën e kiametit sa që thot edhe shenjat e gishtave, vijat e gishtave do t'ja kthejmë njeriu që ka pas këtë dynja. Dhe që kjep me kuptu si mërkulli shkëndësore se se cili njeri gishtat I ka veç e veç. E që me kuptu se feja ka para, Kurani ka para pri shkencës 14 shekuj më herët për verifikimin, identifikimin njeriut nëpërmjet gishtave, nëpërmjet majave të gishtave, që sot japin gisht njerëzit për me dallu cili është. Dhe asnjë njëjtë si ka. Asnjë njëjtë që është e mundur ajo. Që është e mundur e këtë Kosovën se cili njeri veç, nuk ka dy që kanë njëjtat gjurë në gishtave. Që bëhet e punë? Që bëhet e punë? Cëllë mjeshtër e bani kështu, për pas Allahut. E Allah thëtë, kur të rinjallëm ditën e kiametit, do të akthejmë edhe vijat e gishtave, që shkanë qenë këtë dënja, la ilaha illallah. Allahu në mshërof sa t'jem këtë dënja. E në mshërof ditën që kemi me dalë për dënjas, ja Rabbel Alimin. Allahu në bof ditën më të mirë tjetës tonë, ditën që dalë për dënjas. E fjallët më të mira tjetës tonë, fjallët e fundit që ka me dalë për kësaj dënjaje. Ja Rabbel Alimin. Dita jonë që takojmë Zotin tonë, koftë dita me lumtur për ne. Allahu në letoft natën e varrit. Allahu në ndryqoft vorrin, ja Rabbi. Allahu në boft vorrin tonë nuri dhe drit. E në zgjeroft vorrin, e mos në ngushtoft, ja Rabbi l'Alimin. Allahu në letësoft logarinën varr. Allahu në letësoft jetesën varresa. Allahu në nxalt me ftyrat bardha, e jo me ftyrat zesa. Allahu në dhash librin nga dore djathtë, e jo nga dore majtë. Allahu në boft me kesh ditën e kiametit. E me qenë kryelartë, e të lumtur, që këna qenë musliman, e me qenë afër pejgamberit Zotit, alayhi salam, dhe afër atyre burrave të mëdhej, shumë të mëdhej, që kanë bërë shumë për këtë din e për njerëzimin. Allah në letësoft llogarin, ja Rabbel Alimin. Allah në forcoft kamtën sirat, e në mundsoft në kalu siratën si vetime, o Zoti jonë. Allah në mundsoft më në qelë dyrë të gjenetit, pa në prejkë gjëhnami,
e me shiu të mirat e Zotit në xhenetet e ëmbla, të shtrejta, të cilat I ka përgatitur për robët e vetë të devotshëm. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Profesor, faleminderit shumë, të nderuar dëgjues keshte tëra sa I përket këtij emisioni. Ju vazhdoni të na ndjekni edhe çdo mëngjes nga ora 6 deri në orën 7 të mëngjesit, nga ora 5 deri në orën 6 të mëngjesit mund të ndëgjoni ligjëratat e profesorit, por edhe të premten inshallah do të takohemi me një emision tjetër direkt nga studio e Radios Kosova e Lirë. Ju qëndroni me ne.